O, kësa dita gatë më ka do kësa ti. O, nuk shkoj ke bre puna. A beson s'dithesha a kryet me kjo ditë sot ajo. Qaq, gatë, dita ranë më ka do, zoti hajre bëft. Po të pash, vëlla. Po të kisha të dhim kryet se po dham shpesh. Jo, besëm ka dhim kryet, po zdi. Qaq, ranë, qaq, ditë. Nuk e dive të shme ta spiku. A më beson zot ajo? O, Enes, s'ki fajo borë, po do të me punu pa tjetër. Qa ki me bo tjetër se? Pa të shkojmë të shpija shtringmi, po shkojmë. Jo, se kam njëtë pak iftari. Se kam njëtë sot me dollë kërkon. Ja, sot kërkon s'po dalë. Po, a di qka? Ha? A pi ma më bevla që to? Pse, lese? Jo, meri hinti mrejna, unë po shkoj për marrë diçka për iftar me pregadit. Po lese shka jone ti marrë? Leti se mos i... Kam qef edhe me u mejnë në pak. Aj vlat kam. Mos për iftar. Bajnë mos e vanë shumë se... Jo, hecën e po shkoj. Po shkoj me dhe në Lidl. Me pi naj send. Po anite? Me buke për sëfër naj send, me tozit. U bo. Kem po, hajde E, boka, kena be boka jo. Merë një toze, hajde. Hajde. Sot më mirë, ja. Po vrejesh pak edhe në ftyrë që po duket veç për do me më bo mu marak. Ma si po më shetë e mirë. Inshallah bona mirë, arta. Ba, është batë mësë bo marak, se mas edhe analiza dullën mirë, tash shpejt ki më bo mirë. Po veç falenderoj o Zotit se mirë, nuk i e keq. Po, Zotit i kofsh me falë, që ma këthej frymën e mene. Edhe forcov pak ma shpejt, se shkoj Ramazani mërse të rëmë kërkam për iftar. Hajtë, sa veç pak persona s'ka me lanë njeri pa thirën. Qështu kom qef me të një. Hajde, non, hajde. Hajde, shqyqër që një mirë, hajde. Ko baba në gjamia? Hajde. Hajde, selam. Enes, me ka hunë, me shpeja? Me nanën, vallaj që ti. Qa pas ka të rejnë se? Që ka me pas me driton, be. Po knaqën të shiju Ramazanin atje. Të shku të artë, të shëtit. Jo si na këto edhe gzimët që i menojnë atje, na bojnë me vaj këto. My God. Ko që për një farë kurbet qore i fuar që i konë të që ka e likështu kështu. Që të ka gjithë. Po jo be driton, po... Thash edhe parë se ti bre mu ka fiksu diçka. Veç të ata po më rinmenje. Nuk e di pse. Gë, edhe unë e qeshtë. S'ki fajo burë se Ramazan. Kur pe vojna men të ashtë jata janë mbledh krejt, iftar, shëtit, të knoq. Unë e të mba shdhel. Kur dit më zpoft. Po, My God. qka ti vesh? Zoti hajrë me qishala. Po, a folë me krejt? Po be, fola me nanën. Po e nes, po rufta anë. Therë, laurër botë, rufal me kejt, e që marokë. Skifaj, edhe s'kom folë ko që të ditë me motrë. Po therë borë pa pare ki. Po skifaj. Weber, WhatsApp, zotë të qyqër, s'ta kushtojnë mo. Jo, bashkë mirë të kujtu. Më si mojtë men të pa u shteli. Ta ti stajshna, my friend. Alo? Po ku t'ka moj modër, a njera po goqe e vi ka pin telefon. Se të thonë vla e rapogace, ke të qku mutrat e rapogace. Pse? Po shqytër Zotit që tash pak ma mirë jam. Qka ka ndodhë, qka ki? Vasis pasjet. Vart. E pse be mos me m'kallzu mu asartonja, sa folave me nanën e kërkush mos me përmenjë kur gjo? O, më vla, sa e smuta më kam, thash se di qa krejt.
Më kapën vesh këtë letë që dhimta, po dhe qatë që jam konë, rrezikosha mos përjes në dializë, po kaloj, elhamdulillah, Allah. Mos gabo pun me prek me dorë, ama heq, desa të forcosh, a kuptum? Po jo be vlla, mos u bë merak, bëll gajlet e tua edhe këtë gajle me mojtë. U bo motër. Pusho pra ti se e dhone shumë jom lodhë sot. Shumë, këto ditë në janë të na myt me punë edhe nesër 400 km larg e kam punën. Po du më ushtrim me një herën e. Rete vlla jam re, jo se shumë mirë jam. Vetë se po duna me pushu se që ato infekcionat më kanë losë shumë. U bo motër. Hajde zotit amanet e kujdese për vetë. Hajde. Nisman, was los? Was passiert? Më shpesh të një kranë. Nein. Warum hast du das Scheiß erzählt? Du musst 400 Kilometer weit wegfahren? Warum lügst du, Mann? Ist doch deine Schwester. Verdammte Scheiße, ey. More pak e rejnë, jo 400, 1600 km. Hey, jo, ku ta me shkuaj? A jenë vetit? Keme pununa? Ma shtelat prej knesë. Motra jeme ratë, e unë këtu me palu pare, kur jo. Parja gjithmonë në konë nërë kamën të ime. E motra në shpatë dhe këmë posë. A kuptum? Hejtë. Kurt pikët kryet qyke ko. Der arme Kerl, seine Schwester ist krank, wirklich. Der tut mir auch leid. Verdammt. Statt wir in unserer Heimat zu leben und zu arbeiten, ich schwöre euch, das Leben in Deutschland ist wirklich hart. Statt wir in unserem Land leben, arbeiten, bei Familie, bei Schwestern, bei Brüdern, bei Mutter, bei Vater. Wir müssen hier mit verdammten Leuten beschäftigen. Mit harter Arbeit. Es macht keinen Spaß. Auch dieses Geld, das ist Geld mit Blut. Das ist Geld mit Schweiß. Das harte Leben hier, echt. Ich hoffe, eines Tages werden wir in unserem Land, Kosovo, arbeiten. Ich hoffe. Tash ka më thirr shpesh ai. Sa dash me kallëzu se tash bëhet marakej. Po hajtë bre se ti e din që shenë arrit me ta, së më shefi kur gjo për tina. Po që ato që e diju në qysh i keni pas raportet jo me zveti, tash e i bëhet marak, menja veç këtu e rrën. Sa dash me bëndo marak. Po jo bëse, hajtë se tash kur më thirë, unë muna me folë që qërë se ma herët kër i mirë shë infuzionet edhe se më folë shë tash, sa herë që të më thirë. Folje, bajra. Ti mos u mundë shumë, po dalë unë ti marrë që të borë, në zvanu në shumë këthejna. E po hajtë merë edhe dishka për veti të të baj për iftor dishka. Rebe ti mos ma boj gojli mu, veç ti që të covë për veti, veç pusho, ish më thani. Dule unë nërë, hajtë. Qëka i të bojna? Qyshtë? Mirë, që edhe më të këthi për i punës të shumë banes. Po. Qëka ka të rej? Valla. Mirë me të vetë. Pse së më keni kalëzu se e këzone ako në smut? Qishme në nësë me bo merak, po na vlas, do të me dita. Ma shumë bo na merak që shtone. Po jo mu më kalëzë se është ma mirë, po menja që atim ka nejtë.
Jo, që të shkum banes për punës. Fola ma herët. Po. Po në rejës jam shumë i lotë të në sa të mëni kam kamera me flejt. Shumë se të kemi pas shumë punë, lam jam i lotë. Hajde nëmë, hajde. Hajde, bro, hajde. Hajde se më shenë nesër kismeti. Pjesin arët, pse në Kosovë nuk rri. Sa pas kanë drejt shok me pare. Që edhe të cima shpit rej pas kanë drejt që. Duke dira ke, në s'ka nana me më pa. Rëtë se unë dali këshyri mës livre ti. Me po hajtë këshyri brata. Që më kush pas ka orë? Shka lipë mërti këtu? Qështë kom? A më ndole? Mirë. Hajde imra në ndhomë, shtrot, hajde. Rete. Inë për hajde. Po ja për motor, ja për kambre. Po pse më rëvla, pse? Pse jem unë u dhe këtu, unë e thash se mirë jam. Ti be me ko ke këput be gjatë rrugas, na besoj që neve, edhe me rëziku ka shpejt mordë. O, jo që s'besojsh, o, dhëndër. Besove, e kom pas një ditë të rëndje, asë në pumbe nuk shkoj ka si që edhe ka flesha bile ati shokët që e kam ati thash, nuk kam regull të shka me mu. E kam be një ndjenë të keqe, ja kam do t'i shka, ja kam e ndodh. Dhe kur tu fol me zonë vesh kur ma bane qështu, ja, mu këtë ndikon. Zdi që që kom ledhë do t'esha shpejt që atje dhe me njëherë jam njës, me njëherë. O i thash këtoj mos i kalëzë se bëhet marak, po shka me bo? O të pas motra, vla. A beson se pa asni pa us kërkun heq pa unal, heq pa unal. Shumë ke rreziku shumë. Banes edhe këtu heq pa unal. Po ja për motor, ja për kambe. Pasha zotin, po ti e dibe që shemi rrit. Po ti e dibe se që shekimi quna. Ta kësejpshmi vesh për të mirë, vla. Po së dosh marrë dhe i qëtu. Po ribe motor, po ribe, po nëse zvion, kush ka marrë? Ja, falimnir. Ti, apo lodhesh? Po e ka pak, jo shumë. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu
Dërgojmë salavatet për min pejgamberin alayhi salam, familjen e tij, shokët dhe çdo musliman që ndjek rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në xhirimin që e pam sot tregon për dëmshurinë e vllavut ndaj motrës, i cili vjen prej gurbeti për me vizitu motrën e smur. Feja ka dhënë rëndësi të madhe lidhjes parafisnore, familjes dhe në veçanti për kujdesin ndaj femrave, e ato në veçanti ndaj motrës, e cila është më e dobët sa mashkulli. Dhe ka para po feja obligime që vllai ka ndaj motrës, e para është që të mbrojë nga çdo dëm fizik dhe tjera sulme që mund t'i bëhen, e dyta është duhet t'i ndihmojnë nëse ka mundësi financiarisht, ose ta vizitoj kur është smut, ose sepse thot pejgamberi alayhis salam në rast e pyet Aishën çka dhe, thot dash sadak, kujt ja dha, thot një lypsës, është sikur ti kishe ndihmu tezës tane, e kishe forcuar edhe lidhen farefisnore, e tu kishe llogarit 2 herë sadak. E kur është në pyetje për tezën, atëherë për motrën është edhe më e lëvdueshme, sepse po forcohet lidhja farefisnore. Dhe ajo që është kryesore, që do të vëlla me pas obligim për motrën, është marrëmbajtja fetare, që duhet për kujdeset ta këshilloj që ai të jetë zbatuese e fjalës së Allahut xhalla shanhu. Po në veçanti vizitat, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që muslimani duhet ta vizitojë çdo të smut, qoftë ai familjar, qoftë që banon afër në lagje ose tjetër, sepse aty e gjen Allahun xhalla shanhu. Në veçanti, kur vllau shkon dhe viziton motrën, sepse motra do llogaritet më e dobët dhe edhe te ndarja e hisës kur është bë, motra e merr gjysmën e pasunisë prej babës dhe do të bëhet që gjysa mbetet për te vllaznia që me pas një përkrahje, një mbështetje edhe financiare, po nëse këto tjerat nuk munden, s'paktu në rastet e smujave me vizitu me gjetë, se sepse dhe një fjalë e vogël që përdoret dhe i afrohet motrës prej vllaut të vet, ajo e nin vetëm pak më të fortë dhe mbështetet e Allah dhe duat e motrës Allah nuk i kthen mrapa. E këto kur lidhet farefisnore, kur ruhen vllau me motrën, kjo trashëgohet edhe pas arsyer dhe arrit ajo që ka thënë pejgamberi alayhis salam, lidhja apo mes Allahut dhe robit është përderisa robi i ruan lidhjet farefisnore. Në moment që shkputën lidhjet farefisnore, janë shkputur edhe lidhjet me Allahun xhalla shanuhu. E këto lidhje nëse i ruajmë, tash kemi mundësinë më të madhe kur jemi gjatë agjerimit, gjatë Ramazanit, që na i leton shumë më lehtë me praktikue dhe me u afru më afër Allahut xhalla shanuhu. Allah na mëson të jemi shembull për sjelljet tona që kemi ndaj motrave dhe t'u gjendem çdo situatë që kanë nevojë ato për neve.